Sali Berisha surprizon përsëri një tjetër figurë e lakuar në të kaluarën për një krim të rënd dhe që ka mbajtur poste të larta në qeverisjen e PD-s 2005-2013, u shfaq në takimin e dieshëm të prezantimit të programit elektoral për zgjedhjet e 11 majit. Arben Sevgjini ishte mes masës së demokratëve në sallën e Pallatit të Kongreseve, duke u bashkuar puzzle-i të figurave me të cilët Berisha po kërkon të kthehet në pushtet për herë të tretë në këto 35 vite. Sevgjini i akuzuar që nga 2003 për rrëmbimin kur punonte si zyrtar i Shikut të Bashkim Gazidedes në qeverisjen e Berishës si president, në zhdukjen misterioze në 1995 të veprimtarit shqiptaro-maqedonas Remzi Hoxha, i bashkohet emrave si ish-krye prokurori Adriatik Llalla, që mori pjesë në takimin e Berishës në Rom të Italis 2 muaj më parë, gjyqtarit Sheikh Gjingjoni, që shoqëron kudo në takimet brenda dhe jashtë vendit, teksa kandidon edhe si deputet i listës së hapur në PD. Në qarkun e Lezhës dhe ish prokurori i Durrësit Arian Doja, gjithashtu kandidati i listës së hapur të demokratëve. Më herët Berisha është shfaqur edhe me emra si Mondi Kolila, i dënuar për dhunimin e simboleve kombëtare shqiptare, i njohur si minoritar ekstremist grek, dhe Fredi Beleri, tashmë eurodeputet, i dënuar me 2 vite burgim për korrupsion, të cilët i vuajti pasi kreu i PD-s e ndihmoi të fitonte Bashkinë e Imarës në maj 2023 në zgjedhjet lokale. Por kush është Arben Sevgjini, i cili prej 19 marsit 2013 ka marrë pafajësi nga apeli për çështjen e rrëmbimit me pasojë zhdukjen e Remzi Hoxhës dhe torturimin e 2 të tjerëve, Avdyl Loshajt dhe Ziso Krostopullit, edhe pse shkalla e parë e krimeve të rënda e kishte shpallur fajtor, por për shkak të amnistisë së veprës më 2007 nuk u burgos. Në vjeshtën e vitit 95, Arben Sevgjini mbante detyrën e drejtorit të degës numër 2 të drejtorisë së Shikut në Tiranë, ngjitur me drejtorinë e policisë kur u rrëmbye mistershëm nga punishtja e tij Edur Aluminit në rrugën Siri Kodra, biznesmeni shqiptaro-maqedonas Remzi Hoxha, trupi i të cilit sot e kësaj dite nuk është gjetur. Hetimet provuan se ai u mor nga punonjës të Shikut të Tiranës në drejtimin e Ilir Kumbaros dhe Arben Sevgjinit dhe u dërgua në zyra, ku pas torturave konfirmohet se u ka mbetur në dorë ish zyrtarëve të agjenturës shqiptare. Më pas trupi rezulton e provuar të jetë zhdukur për të fshirë gjurmët. Hoxha dyshoi si veprimtar afër UÇK-s dhe shërbimi i Bashkim Gazidedes dhe shteti i Berishës ato vite ishin agresiv ndaj veprimtarëve kosovaro-shqiptar në favor të shërbimit serb. Në vitin 2003 dosja u rihap dhe çoi të paktën 3 persona në pranga, mes tyre Arben Sevgjini, Budion Meçe dhe Avni Koldashi, kurse Ilir Kumbaro figuronte i arratisur në Angli. Pas disa muajsh para burgimit Sevgjini u lirua. Në vitin 2005, teksa procesi vijonte, Berisha merr pushtetin. Sevgjini emërohet drejtori i tatim taksave, detyrë që e mban deri afër vitit 2009. Në vitin 2008, prokuroria rihap çështjen dhe kërkohet arrestimi i zyrtarit. Qeverisja e Berishës e mori në mbrojtje dhe madje vetë ish kryeministri deklaronte se derisa të kishte vendim të gjykatës, Sevgjini ishte i pafajshëm. Në demokraci, derisa të provohet akuza, cilado qoftë ajo, je i pafajshëm dhe nuk mundet askush të konsiderojë ndryshe. Fajin e fakton gjykata dhe kjo është një nga rritjet më të mëdha në vendin ton, to deklaronte Berisha në ato kohë. Drejtori u izolua në arrest shtëpie nga ku vijoi të firmoste shkresa dhe urdhra si drejtor tatimesh. Një vit më pas emërohet tek shërbimi i provës si drejtori i institucionit, kurse procesi vijonte paralelisht në gjendje të lirë, një rast i paprecedent i pandëshkueshmërisë. Në vitin 2013, me pretencë të prokurorisë, krimet e rënda të shkallës së parë i shpallin fajtor, por vetëm Ilir Kumbaro dënohet me 15 vite burgim në mungesë. Koldashi dhe Sevgjini, edhe pse u shpallën fajtor për shpërdorim detyre, përfituan nga një amnistie e vitit 2007 për këtë vepër penale, por Sevgjini dhe Koldashi vijuan betejën në apelin e krimeve të rënda ku kërkuan pafajësinë, që e morën më 19 mars 2013, pak muaj para se Berisha të ikte nga pushteti, shkruan Shqiptarja. Kumbaro, si autor kryesor i vrasjes dhe zhdukjes që torturoi Hoxhën, mori 15 vite por kurrë nuk u ekstradua pas një arratije spektakolare në Angli. Sevgjini humbi postin e tij tek shërbimi i provës dhe u largua nga administrata vetëm më 13 nëntor 2013, 3 muaj pasi PS kishte marrë zyrtarisht detyrën në qeverisjen e vendit.